Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse jeni mbi 50 vjeç, mos I hani këto ushqime sepse mund t'ju kushtojnë shtrenjtë për shëndetin. Thuhet se ju jeni ajo që hani. Në fakt, disa kërkime shkencore kanë treguar se ushqimi I dur mund të zgjasë jetësinë me të paktën 10 vjet. Kështu duhet I kushtoni shumë më tepër vëmendje asaj që konsumoni. Zakonet dhe nevojat ushqimore ndryshojnë pikërisht me moshën dhe nevojat të ndryshme korrespondojnë me çdo periudhë të jetës. Konkretisht pas të 50-tave, ka disa ushqime që bëhen jashtëzakonisht të dëmshme dhe do të ishte më mirë të kufizohej ose të shmangej marrja e tyre. Yndyrat e ngopura janë të dëmshme për shëndetin. Yndyrat e ngopura të tilla si ato që gjenden në salcice, gjalp dhe djath kanë treguar se rrisin nivelin e kolesterolit të keq. Pse është kaq I dëmshëm ky lloj kolesteroli? Fillimisht, ai përkeqëson rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru. Prandaj ekspertët rekomandojnë që të përbëjë jo më shumë se 10% të dietës të një të rriturin mbi moshën 50 vjeç. Burrat e rritur duhet të konsumojnë jo më shumë se 30 gram yndyrë të ngopur në ditë, ndërsa gratë duhet të konsumojnë jo më shumë se 20 gram. Vezët e papërpunuara janë optimale për arsye të ndryshme. Vezët e papërpunuara mund të mbartin sëmundje bakteriale të tilla si salmonela. Nuk po flasim vetëm për vezët e papërpunuara në vetvete, por edhe të gjitha ushqimet që përmbajnë vezë. Metabolizmi juaj ndryshon dhe aftësia për të përthithur lëndët ushqyese zvogëlohet. Një studim zbuloi se njerëzit të cilët hanin vezë të papërpunuara marrin vetëm 50% të proteinave që mbartin, ndërsa ata që hanë vezë të gatuara marrin 90%. Ushqimet të skuqura. Një studim I publikuar ka sqaruar se ekziston një korrelacion midis konsumit të përditshëm të ushqimeve të skuqura dhe rritjes së vdekshmërisë nga të gjitha llojet e shkaqeve. Të moshuarit gjithashtu janë në rrezik nga zhvillimi I sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve të këqija dhe gjithashtu diabetit. Krip, kujdes sidomos pas 50 vjetësh. Sasia e tepërt e natriumit mund të rrisë presionin e gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Njerëzit mbi 50 vjeç janë në rrezik më të madh. Presioni I gjakut rritet me kalimin e moshës si edhe mundësia për të pasur një goditje në tru ose dështim të zemrës. Ushqime shumë të përpunuara duhen shmangur në të gjitha moshat. Nuk është sekret që ushqime shumë të përpunuara, veçanërisht ato të ëmbla, janë një dëm I madh për shëndetin. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të mëdha sheqeri, krip dhe yndyra të ngopura si edhe konservues, ëmbëlsues dhe ngjyrues. Të gjithë sheqernat e shtuara rrisin shumë shanset për të prekur nga diabeti, sëmundjet e zemrës dhe madje dhe sëmundjet e këqija. Për më tepër ato shkaktojnë një shtim të fortë në peshë dhe sa më shumë të rritesh në moshë, aq më shumë humbet aftësinë për të asgjësuar atë që hani. Kalimi nga mosha e mesme në moshën e tretë pasohet me ndryshime të mëdha. Organizmi fillon të bëhet më I ngadalt, shfaqen problemet me zemrën, shenjat e Alzheimerit, probleme me kockat e të tjerë, por me disa ushqime ju do të shmangni disi këto probleme. Fasule. Pasi kalon moshën e mesme, rreziku për probleme si për shembull diabeti tipit 2 dhe kolesteroli I lartë fillon edhe të rritet. Shtimi I fasuleve ose thjerrzave në dietën tuaj të përditshme ul rrezikun e kolesterolit me 5%. Fasulet gjithashtu përmirësojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe nga ana tjetër duhet të dini se personat të cilët konsumojnë fasule munden që të shërbejë edhe për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme shëndetësore. Tërshëra, sa më shumë ushqime pa kolesterol të përdorni
në dietën tuaj, aq më mirë është për zemrën. Dihet se rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet pas moshës 50 vjeçare. Tërshëra, ndryshe nga dritrat e tjera, është e mirë sepse përmban më shumë fibra dhe ul sasinë e kolesterolit në trup me 5 deri në 10%. Personat të cilët konsumojnë tërshër është zbuluar se kanë një risk më të ulët të vdekjes në një moshë të re. Mollët përmbajnë lëndë dietike fantastike për shumë arsye. Mollët gjithashtu rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak, përmban fibra të cilët ulin kolesterolin si edhe një substancë e cila ul presionin e gjakut. Mos harroni, mollët duhet që të jenë bio dhe jo me pesticide. Fruta të thata. Në vend që të hani ushqime të thata dhe të pashëndetshme në vaktet e ndërmjetme, provoni që të hani fruta të thata të përzira si arra dhe lajthi e të tjerë. Përdorimi i përditshëm i tyre redukton ndjeshëm rrezikun e atakut në zemër. Perimet jeshile. Deri më tani ne ju treguam se çfarë është e shëndetshme për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe metabolik, por sikur t'ju flasim pak për shëndetin mendor, këtu përmendim gjethet jeshile. Kërkimet kanë zbuluar se njerëzit të cilët hanë gjethe jeshile si për shembull spinaqi, marulja, rukola e të tjerë, u krahasuan me njerëz 11 vite më të rinj të cilët nuk hanë, dhe u zbulua se ata që i konsumojnë këto kanë aftësi kognitive më të mira se sa ata që nuk i konsumojnë. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e frutave të pyllit janë fantastike për shëndetin tuaj mendor. Ato reduktojnë inflamacionet dhe ndihmojnë me kalimin me lehtësi të gjakut në tru. Rezultatet treguan se duke konsumuar këto fruta, ulet gjithashtu rreziku i zhvillimit të Alzheimerit. Kosi. Kosi është një burim shumë i mirë proteinash dhe kalciumi që shërben për shëndetin e kockave. Karrota. Karrota hyn në listën e super ushqimeve. Ky ushqim është i dobishëm për të gjithë trupin duke filluar që nga syt, goja, lëkura dhe tek zemra. Karrotat ulin presionin e gjakut dhe kolesterolin e keq, përmirësojnë sistemin imunitar, ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija dhe sëmundjet kardiovaskulare. Panxari i kuq. Panxari gjithashtu është një super ushqim. Ngrënia rregullisht e tyre përmban vitamina A dhe C, acid folik, magnez dhe hekur. Antioksidantët që ndodhen te karrota reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të këqija. Çokolata e zezë. Edhe pse thuhet se ëmbëlsirat nuk janë të shëndetshme, çokolata e zezë nuk është as pak e keqe. Përfitimet e saj në organizëm janë të shumta. Të gjitha ne kemi përmendur, duke filluar nga kolesteroli, presioni i gjakut, truri, lëkura, mbrojtja nga dielli e të tjerë. Pra, çokolata hyn tek super ushqimet, prandaj ju mundet që ta konsumoni atë pa frikë. Gjithmonë bani mend që të përfshini në dietën tuaj ushqime sa më të shëndetshme në mënyrë që ato të mos ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.